Dhuna në rrugë është spektakël, një esë morale mbi pamjet e rënda në Big Brother Kosova, hyrje, kur ekrani na turpëron, ka pamje që mbeten gjatë në kujtesën kolektive. Jo sepse janë dramatike, por sepse janë të papranueshme. Pamje ku një njeri goditet, ku shihet gjak, ku dhuna shfaqet hapur para kamerave, nuk janë momente loje. Janë dështime morale. Episodi i transmetuar në Big Brother Kosova, ku u pamje dhunën ndaj Bias nga Alba, shënon pikërisht një moment të tillë. Kjo nuk është çështje tifozllëku, as preferencash për banor. Është çështje dinjiteti njerëzor, dhuna si vije e pakalueshme, nuk ka kontekst që e bën dhunën të pranueshme. As xhelozia, as presioni, as zarfi i zi, as loja. Goditja e një njeriu është gjithmonë e gabuar. Kur dhuna shfaqet në ekran dhe shihet gjak, loja pushon se ekzistuari. Në atë moment, publiku nuk po sheh më strategji apo karaktere, po sheh cenim të integritetit trupor të një njeriu. Pamjet e gjakut, alarm shoqëror, pamjet ku një person del me gjak nga goja, çfarëdo qoftë shkaku i saktë mjekësor, janë pamje alarmante. Ato nuk kërkojnë debat kush e nisi, por reagim të menjëhershëm. Ndalim, ndërhyrje, dënim, gjaku në ekran nuk është dramë televizive. Është shenja më e qartë se kufiri është kaluar. Pse kjo është turp, pa ekuivok? Turp njerëzor, sepse askush nuk ka të drejtë të godas një tjetër njeri. Turp televiziv, sepse transmetimi i dhunës si përmbajtje pa reagim të menjëhershëm e ul standardin e medias. Turp shoqëror, sepse normalizon idenë se emocionet e forta e justifikojnë agresionin. Turp moral, sepse poshtërimi dhe dhuna nuk janë kurrë argëtim. Shtetase e huaj apo jo, dhuna është njësoj, fakti që viktima është shtetase e huaj e rëndon edhe më shumë situatën, jo sepse e bën dhunën më të keqe se ndaj një vendasi, por sepse tregon mungesë mikpritjeje, dërgon mesazh të rrezikshëm për imazhin e shoqërisë, cenon parimin bazë të barazisë njerëzore. Dhuna nuk njeh pasaport. As nuk duhet të njohë justifikim, alba dhe përgjegjësia personale, pa hyrë në etiketime, një gjë është e qartë. Përgjegjësia për dhunën është personale. Emocionet shpjegojnë, por nuk e shfaqsojnë veprimin. Askush nuk shtyhet nga loja të godas dik, kur një njeri zgjedh të përdor forcën, ai mban përgjegjësi të plot morale për pasojat reale apo të dukshme në ekran. Bia, nga lojtare në viktim, në këto pamje, Bia nuk është më pjesë e konfliktit të zakonshëm të një reality show. Ajo shfaqet si viktimë e dhunës. Dhe viktimat nuk analizohen për sjellje, por mbrohen. Askush nuk hyn në një program televiziv për t'u goditur, për t'u poshtëruar apo për të parë gjak nga fytyra e tij në ekran. Normalizimi, rreziku më i madh nuk është vetëm akti i dhunës, por reagimi pas tij, relativizimi, arsyetimi, ishte moment nervash. Këto fjali janë rruga më e shpejtë drejt normalizimit të dhunës. Dhe kur dhuna normalizohet në televizion, ajo gjen terren edhe jashtë tij. Përgjegjësia e formatit dhe medias, një format që lejon pamje të tilla ka detyrimin të ndërhyjë menjëherë, të marrë masa të qarta, të dërgojë mesazh publik kundër dhunës. Çdo vonesë është dështim etik. Çdo heshtje është bashkëfaqësi morale. Reality show dhe shoqëria që reflekton, reality show pretendojnë se pasqyrojnë shoqërinë. Por pasqyra nuk duhet të bëhet justifikim për agresionin. Televizioni nuk është thjesht pasqyrë, është edhe formues. Çfarë tregon? Se dhuna sjell vëmendje? Apo se dhuna ka pasoja? Përfundim, një mesazh që nuk duhet harruar, pamjet e dhunës, gjaku në ekran dhe poshtërimi publik nuk janë thjesht episod i fortë. Janë turp. Turp për individin që dhunon. Turp për formatin që e toleron. Turp për çdo justifikim që tenton ta zbusë, sepse në fund të fundit një e vërtet mbetet e palëkundur, asnjë lojë, asnjë emocion, asnjë zarf nuk e justifikon dhunën ndaj një njeriu.